Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet tona takojnë Allahut mëndueshëm, salavatet bekimin për Muhamedit alayhis salam. Do mundohemi në disa ligjërata sosh me lenin Allahut mëndueshëm të përmendim sa më shumë mësime, meditime nga surja Tahrim. Në Kur'an vëzër e motra e gjejmë disa sure sosh, të cilat preokupohen dhe merren shumë me familjen, me ndërtimin, me së ndërtimin e individit për brenda familjes, për brenda shtëpisë. Surja trajton shumë për problemeve, mosmarrëveshjeve, kontradiktave e kështu me radhë, me cilat ne në vazhdimsi ballafaqohemi, atakohemi nganjëherë, sekondemi si shkak i tyre ndodhin shumë ndarje, ndasi e gjëra të ngjashme. Unë do mundohem në këtë gjërat të parë surës Tahrim të përmend disa veçori me të cilat dallohet kjo sure e begat e Kur'anit. Së pari vëllezër, surja Tahrim është sure e familjes. Nëse marrim surën Tahrim nga fillimi deri në fund, ato e shohim një problem pejgamberit tonë alayhis salam me bashortët e tij, konkretisht me dy prej tyre. Pra, sikur që sura Tahrim në thotë se domosdoshmërisht secila familje do të ketë e do të ballafaqohet me probleme. Bile nganjëherë edhe me probleme të paparashikueshme, të pamendueshme paraprakisht. Po ja që jeta, natyra e kësaj bote është atill që domosdoshmërisht të ballafaqon e të përplas e të hedh në shumë prej shtigjeve të cilat ti nuk i ke pasur parasysh më herët në asnjë rrethon. E dyta, surja Tahrim është sura e problemeve. Sikur se na thot surja Tahrim që problemi nuk është diçka e jashtëzakonshme. Mënyra se si ti i qasesh problemit, ato shpërthen jashtëzakonshmëria. Ato realisht njeriu e merr një lloj kështu vlere ose kritik në bazë të sjelljes edhe mënyrës se si e menaxhon atë problem. Andaj kur i dërguari Allahut alayhis salam dhe nga ky problem u strok, u izolu, domethënë vetëm e kapi një lloj kështu, një lloj pikëllimi, një lloj mërzie, një lloj pasigurie, një lloj konfuziteti, Allahu i mëndueshëm e çerton. Sikur se Allahu i mëndueshëm i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo botë është e tillë, natyra e kësaj bote është e tillë, nuk ka rahati. Bile Ibn Qayyim e ka një shprehje e bukur, thot ai i cili thotë synon rahatin, duhet një herë të jetë i gatshëm të hek dorë nga rahatia, sepse s'ka mundësi me arrit diçka të madhe këtë botë, përveç se paraprakisht kur ti je nga dëshmëri dhe je në gjendje të japësh gjithçka nga vetja për të arritur diçka kapitale në çfarë do drejtimi dhe në çfarë do segmenti. E treta, surja Tahrim dallohet me atë se na mëson dallimin mes grave të qytetit dhe fshatit. Andaj duhet të ketë shumë kujdes bashorti burri momentin kur e arrin atë stadin edhe moshën ku duhet, si më thon, të vendosë edhe të marrë kohje. Pra, si më thon, kur vije ai momenti i martesës, ai momenti i njoftimit e kështu me radhë. Sepse praktikisht sura Tahrim na mëson mënyrën e të mendumit të të dyja llojeve. Dhe sa më shumë që njeriu e njeh këtë pjesë, as më shumë pastaj është në gjendje të marrë, si më thon, vendim edhe kohje të duhur momentin e kërkuar. Një gjë tjetër që e mësojmë tek surja Tahrim është që surja prek edhe këtë pjesën e të shoqëruarit bashkë atë grave, veçanti ku njeriu domethënë sikur se i dërguari Allahu alayhis salam, i cili ishte i martuar me më shumë se një grua, dhe cilat, si më thon, vazhdojnë të kenë shoqëri gjatë në të njëjtën shtëpi, sikur se vëllezër e kemi pas në të kaluarën, se dita e ditës kjo po shuhet, po shrënjoset, ajo pjesa që ne e quajmë bashkallak. Pra kur në të kaluarën vëllezërit kanë jetuar, domethënë bashkërisht përmeda një shtëpie. Domethënë shumë fëmijë të disa vëllezërve, pastaj gratë, pastaj gjyshrit e kështu me radhë, dhe një mend subhanallahu nganjëherë shkruan një lloj kaosi, për shkak të kulturave të ndryshme, për shkak të qasjeve të ndryshme, për shkak të shijeve të ndryshme, për shkak të interesave të ndryshme. E sikur se sura Tahrim na mëson edhe këtë, gratë e pejgamberit tonë alayhis salam jetonin afër njëra tjetrës. Dhe sikur se është në natyrën e grave, xhelozia i përshkon ato.
Xhelozia i përshkon për kohë gjatë. Dhe për shkak të qëndrimit bashkë, për shkak të ndarjes së sekreteve, për shkak të njohjes së tmetave kështu me radhë, erdhi puna deri aty subhanallahu sa që një pjesë e grave filluan të xhelozojnë, të kenë zili për disa të tjera. Dhe nga këtu subhanallahu filloi ajo plasaritja. Nga këtu subhanallahu shpërtheu ai defekti i madh për brenda shtëpisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ngryhet herës domosdoshmë se i përket çortimit dorsa ato jetonin bashkërisht me njeriu më të përzellur të kosmos. Si lidhoj, nuk do duhet domethënë që ky gabim të rrjete, e të dilte, e të ndodhte pikërisht nga ato, për shkak se shembulli i tyre më pas do të pasojë edhe nga gjeneratat në vazhdim. Dhe e fundit, se i përket veçorimit ndoshta këtu ka më shumë, por jashtë që unë këto kam arritur domethënë të nxjerr, është që nga shtëpia nis suksesi shoqëror. Sa më e konsoliduar shtëpia, aq më i kompaktuar dhe aq më i suksesshëm në mejdanin e betejës, në mejdanin e detyrave, obligimeve, zbatimeve, njeriu kudo që ai ndodhet. Sa më i çorientuar, sa më i mënjanuar njeriu për brenda shtëpisë së tij, aq më i pavëmendshëm, aq më i pasigurt, edhe aq më kështu i zhdrejt në jetën e tij publike kudo qoftë ai, në shkollë, në stadium, në ndonjë kurs të ndonjë gjuhë tjetër e kështu me radhë. Andaj vëllezër, të përpiqemi në familjen tona, në shtëpiat tona, në vatrat tona, të krijojmë kësa ambiente në mënyrë që pastaj kur dalim, kur të nisemi, kur të rrugtojmë, në çfarë do drejtimi edhe në çfarë do synimi, të jemi 100% shi ynë vetvetja. Këto janë pak a shumë ato veçoritë e surës Tahrim e surës sikur sura Tahrim janë edhe disa sosh në Kur'an. Po ja që ne kemi vendosur në disa ligjërata sështë të qasemi kësaj sureje të begat. Deri në takimin e ardhshëm, ju lutem Zot, faleminderit shumë.